në mungesë të aparatit shtetëror, bizneset dhe spekulantët ekonomik I shfrytëzojnë. Këto duke filluar nga gastronomia, furrat e bukës, qendrat tregtare, marketet e gjitha. Kjo është e olt nga ana e bërit biznes, sepse energjia elektrike ende pa ndodhur, këta filluan të rrisin çmimet. Dhe në fakt atë kur është dashur me rrit çmimin në fund muajit maj. Sepse ti e shpenzon, nëse shet që të ka ardhur do të thotë me kosto më të shtrejtë, ti prej muajit qershor në fakt për me qenë korrekt si biznes. Derisa shteti nuk e ka dertën e qytetarit, që thonë që është I obliguar domthonë ligjore, kushtetuese, në fakt qeverit janë ato të cilat do të kenë politike që ta kenë një qytetar me një jetë sa më të dinjitetshme. Ndërsa kur flasim tek pjesa e biznesit, biznesi do ta kemë qartë që në ekonominë të rregut ose do të më fitu, ose do të më mbyll. Tash këto ai shfrytëzojnë këto farë momentum, ai shfrytëzojnë kësi farë lloj kur ndodhen kësi lloj lëvizje të çmimeve dhe në këtë rast energjia elektrike që është faktor impakt shumë I lartë tek pjesa e bërit biznes, ku në cilin do shtet, po edhe në Republikën e Kosovës. Pra në këtë drejtim kur flas që në mungesë të aparatit shtetëror, bizneset dhe spekulantët ekonomik I shfrytëzojnë. Këto duke filluar nga gastronomia, furrat e bukës, qendrat tregtare, marketet e gjitha, sepse kjo është e olt nga ana e bërit biznes, sepse energjia elektrike ende pa ndodhur, këta filluan të rrisin çmimet. Dhe në fakt atë kur është dashur me rrit çmimin në fund muajit maj. Sepse ti e shpenzon, nëse shet që të ka ardhur do të thotë me kosto më të shtrejtë, ti prej muajit qershor në fakt për me qenë korrekt si biznes. Por këta nuk po dojnë as pak ta bartin barën vet, pra që është në start po janë ngarkuar thjesht konsumatorit, e konsumatorit duhet të ushqehet dikon, duhet furnizohet dikon, sepse unë uroj që qytetari I Kosovës ta ketë gjithmonë edhe dashurinë që të jetojë në këtë vend, sepse nuk është zgjidhje vetëm me zgjedh rrugën e mërgimit, sepse ne ndoshta para lufte ka pas një arsye, por tani vlerësoj që nuk ka arsye, por që nuk mund ta ndalë askën, sepse secili e kërkon thjesht perspektivën e vet, por që faju në gjithmonë e ngris si problem dhe barën e kaloj gjithmonë tek institucionet relevante, tek ana parlamentare, tek qeveria që për fat të mirë sot nuk I kemi asnjërin, që në mungesë të këtyre që me ngrit zërin, që me bën diçka politika favorizuese. Unë gjithmonë jam si ekonomist vetëm pas kuotime. Për shembull, nëse ka që një lloj produkti në Kosovë e furnizon tregun për 1 muaj, 3 muaj, 6 muaj, me një mënyrë ne dogan me stopu që për këtë kohë nuk kem nevojë për këtë lloj import.